Mbrëma, mirë se vini në radio televizionin Ora News, në lajmet e orës 20, titujt kryesor. Skanimi në dogana, qeveria dorëzon marrëveshjen e rishikuar me kompaninë Rapiscan, kostoja 4 milion euro në vit më pak në buxhet. Kreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë replikon me kryeministrin Rama, sipas Crawford në Shtetet e Bashkuara askush nuk bën burg për kuponin tatimor. Komisioni i Venecias njihet me rekomandimet e ekspertëve për reformën në drejtësi, raporteret në 2 dhe 3 nëntor në Tiranë. Vion kriza në Kosovë, qeveria apel opozitës për të kthyer në normalitet, por opozita nuk të riqet, do bllokojmë sërish seancën. Kriza e migrantëve, nesër drejtuesit e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit takim urgjent në Bruksel, takimi për të rritur siguri në kufi. Qeveria ka dorëzuar në kuvend marrëveshjen e rishikuar me kompaninë Rapiscan për skanimin në dogan. Drafti parashikon 8 përjashtime për biznesin me qëllim lehtësimin e tij, por kostot financiare të këtyre përjashtimeve nuk do t'i mbajë kompania koncesionare, por do të paguhen nga paratë e taksapaguesve shqiptar me 4 milion euro në vit nga buxheti. Kuvendi do të nisë këtë javë shqyrtimin e marrëveshjes së rishikuar me kompaninë Rapiscan për skanimin e kontenierëve në dogan. Sipas projektligjit të dorëzuar në parlament, nuk do të paguhet tarif për këtë shërbim në tranzit. Për të shmangur pagesën e tarifës së skanimit prej 44 eurosh për 2 deklaratat doganore që prodhohen për të njëjtin mall, propozohet që të përjashtohen nga pagesa e tarifës mallrat e vendosura në regjimin tranzit. Në këtë rast, pagesa e tarifës së skanimit do të bëhet në momentin e deklarimit në degën e doganës së brendshme të Tiranës, theksohet në relacionin që shoqëron projektligjin. Drafti parashikon gjithashtu që të hiqet pagesa për mallrat që dalin nga regjimi magazinimi doganor drejt një tjetër destinacioni doganor, me përjashtim të rieksportit. Propozohet që mallrat që dalin nga regjimi magazinimi doganor drejt një destinacioni tjetër doganor të mos paguajë tarifën e skanimit, sepse është paguar kjo tarifë në momentin e deklarimit për futjen në magazinimin doganor, shpjegohet në relacion. Drafti parashikon edhe 6 përjashtime të tjera me natyrë teknike, që në thelb parashikojnë lehtësimin e biznesit. Por kostot financiare të këtyre përjashtimeve nuk do t'i mbajë kompania koncesionare, por do të paguhen nga paratë e taksapaguesve shqiptar. Në fund të relacionit theksohet se shuma e përjashtimeve nga tarifa e skanimit, si rezultat i këtij projektligji, do të ulë të ardhurat nga tarifa e shërbimit dhe do të rritë me të njëjtën shumë diferencën që mbulohet nga buxheti i shtetit. Kjo shumë, së bashku me atë që rezulton nga ulja e tarifës nga 39 në 22 euro, është rreth 4 milion euro në vit, që do të thotë se buxheti duhet të përballojë rreth 4 milion euro në vit për pagesën ndaj Rapiscan Systems. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Mark Crawford, ka reaguar ndaj deklaratave të një dite më parë të kryeministrit Edi Rama për kritikat e bëra ndaj mënyrës se si po zbatohet operacioni anti-informalitet. I kontaktuar me telefon nga televizioni Ora News, Crawford ka deklaruar se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk futet njeri në burg për kupon tatimor. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Mark Crawford, ka reaguar pas deklaratave të një dite më parë të kryeministrit Edi Rama në Këshillin Ekonomik Kombëtar. Rama kritikoi qëndrimin e mbajtur publikisht nga Crawford për mënyrën se si po zbatohet nisma anti-informalitet dhe i kujtoi përfaqësuesit amerikan të dhomës se si trajtohet moslëshimi i kuponit tatimor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kontaktuar nga Ora News me telefon, numri 1 i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, Mark Crawford deklaron: Ne nuk kemi kundër nismës anti-informalitet, nëse ka rezultat, aq më mirë për qeverinë. Nuk kemi qenë të ftuar në mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar, pasi është rotacion. Qëndrimin për nismën anti-informalitet e kemi dhënë. Në Amerikë ka politika fiskale të ndryshme për çdo shtet. Nuk futet njëri në burg se nuk lëshon kuponin tatimor. Madje nuk lëshohen fare kupona apo faturë, pasi çdo transakcion kryhet me bank. Ditën e njëjtë kemi mbledhjen e bordit të dhomës dhe mund të dalim me një deklaratë. Dhoma Amerikane e Tregtisë ka lëshuar akuzat të forta për mënyrën se si qeveria po zbaton nismën anti-informalitet, pasi sipas saj biznesi po përballet me masa represive që rrezikojnë ta falimentojnë. Biznesi e konsideron të vështirë klimën e krijuar në vend dhe apelon qeverinë që të dialogojë me të dhe të analizojë me kujdes situatën ekonomike. Sipas përfaqësuesve të sipërmarrjes private, është bërë vështirë të investosh në Shqipëri. Bizneset kërkojnë dialog me qeverinë. Fushata anti-informalitet, e cilësuar si represive nga sipërmarrja private, ka ulur besimin te ekonomia, siç u konstatua vetëm pak ditë më parë edhe nga Banka e Shqipërisë në vrojtimin e besimit të biznesit dhe konsumatorëve. Përfaqësuesit e biznesit deklarojnë se klima për të investuar nuk është e mirë.
Për momentin, klima sigurisht që është jo e favorshme, ka probleme, sidomos për investitorët e huaj, sepse është kontestuar gjithmonë në përgjithësi sistemin në Shqipëri, pra duke përfshirë drejtësinë, sistemi rregullator i të bërit biznes në Shqipëri, dhe nëse folëm për të dytën, pra që qeveria po ndërmerr hapa të rëndësishëm, të cilat dhoma britanike i ka kontestuar në një sens që duhet ishte një proces gradual dhe i studiuar. Qeveria duhet bëjë një analizë reale, pasi jemi prej shumë vitesh në një krizë të gjatë dhe rezervat dhe energjitë e ekonomisë shqiptare janë drejt minimumit. Çdo shtyrje e kësaj analize dhe mbi si është vepruar deri më sot dhe hapi diskutimi real me biznesit është më së rëndësishme dhe emergjente. Përkeqësimi i klimës së biznesit dhe rënja e besimit në ekonomi rrezikon jo vetëm stepjen e tij për të investuar, por edhe largimin e kapitalit jashtë vendit, çka do të ishte me shumë pasoja për ekonominë në këtë moment. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me tregtarët e tregut industrial në Durrës, nga ku ka përsëritur premtimin e opozitës për taksa më të ulta për biznesin e vogël, por edhe atë të madh. Basha tha se këshilltarët demokrat në bashki nuk do të pranojnë asnjë mbledhje normale nëse nuk diskutohet për uljen e taksave. Në kuadër të turit fjalën e kanë qytetarët, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bashkëbisedoi me tregtarët të tregut industrial në Durrës. Tregtarët i shpjeguan kreut të opozitës se ndonë se janë taksa paguese rregullt, përballen me taksa të larta, kushte të papërshtatshme të tregut dhe ulje të fuqisë blerëse. Kuj ka vendit e punat qeni? Kuj ka? Qatë hamle janë i tjetërin. Ne luftojmë për bukën e gojës. Tik, shivi njerëzit bashkë. Edhe sot që këtë shumë jem mrapa te. Janë rritë taksat. Ne e filluam siguracionin si fermer një lloj, me 8.000 deri në 27.000 lekë në muaj, dhe duam ta mbyllim 10 vjetërsinë e punës, këta që dalin pension me këtë e marrin. Kërkojmë të jetë me këtu. Kryedemokrati Basha i njohu tregtarët me propozimet e Partisë Demokratike, që tregtarët e vegjël të paguajnë vetëm 0.5% taksë xhiros vjetore dhe 9% taksë shesht për biznesin e madh. Biznesi i vogël do paguajë jo më shumë se 0.5% xhiros. E ke xhiro 20 milion lekë të vjetra flas gjithmonë, do paguash 100.000 lekë të vjetra në vit. Basha u premtoi tregtarëve se këshilltarët demokrat në Durrës nuk do lejojnë asnjë mbledhje normale të Këshillit Bashkiak, pa ulur taksat që rëndojnë mbi qytetarët. Ne do ta ulim taksën e pronës, po derisa të vijë ajo ditë, që shpresoj të vijë një orë më parë me mbështetjen tuaj, këshilltarët tanë do ta bëjnë tym e zjarr Këshillin Bashkiak derisa ta ulim me 30% taksën e pronës. Vangjush Dako ti bëj mirë llogarit, sepse mbledhje normale të Këshillit Bashkiak pa u bë kjo nuk ka për të pas. Në takimin me tregtarët, Lulzim Basha shoqëroi nga drejtues lokal të Partisë Demokratike, deputet të Qarkut dhe nga ish kandidatja për Bashkinë e Durrësit Grida Duma. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë ka kritikuar ashpër mënyrën se si po bëhet pajisja e fermerëve me nipt për formalizimin e tyre. Socialisti i Braçe ka shinjëstruar burokracitë të shumta që lënë buqit pa punë me ditë të tëra vetëm për të marrë niptin. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erion Braçe ka kritikuar ashpër administratën për burokracitë të shumta në procesin e formalizimit të fermerëve nëpërmjet pajisjes së tyre me nipt. Nuk jam i lumtur, shkruan Braçe që në fillim të statusit të tij në Facebook. Më ngre nervat ineficienca dhe vonesa pas vonesës për prodhimin e buqit. Në fshat, për buqit është një mirë afatgjat normalizimi. Pajisja me nipt nuk ka asnjë kosto e nuk sjell asnjë pasojë fiskale, tatime e taksa, por që të arrit tek nipti. Një bujk duhet të lërë ditën e tij të punës, të shkojë në drejtorinë e llahtarshme të bujqësisë, të presë në radhë nëse i vjen radha atë ditë, të shkojë më pas në drejtorinë rajonale të tatimeve, të presë në radhë, jo një ditë, mbase 2 e kush e di edhe 3, për të bërë aplikimin, vetëm për aplikimin. Numri i niptit do kohë, sistemi nuk krijon mundësi, por kjo kohë është kohë pune për çdo bujk dhe puna për bujkun është e vetmja mundësi për të ardhurat. Kreu i Komisionit të Ekonomisë në statusin e tij jep edhe zgjidhje. E thjesht, aplikimi për nipt të zgjerohet e afrohet në zyrat e bashkive të reja. Pagesat e parave të diferencohen, shumat deri në 100.000 lekë të paguhen në dorë, mbi këtë nivel, në banke, në post. Po të dëgjosh, zgjidh, nuk vonon as prodhimin e as parat për bujqit. E mbyll statusin e tij socialisti Erion Braçe.
Më 2 dhe 3 nëntor në Tiranë do të vinë raporter të Komisionit të Venecias për të diskutuar me ekspert Partisë Demokratike mbi reformën në drejtësi. Oranews ka siguruar letrën dërguar Partisë Demokratike ku Komisioni i Venecias e vlerëson si shumë të rëndësishëm dialogun mes palëve. Ndërkohë, Komisioni i Venecias në sesionin e sotëm të 104-tin njihet me amendamentet e ekspertëve të nivelit të lartë për reformën në drejtësi. Raporter të Komisionit të Venecias pritet të mbërrinë në Tiranë në muajin nëntor për të diskutuar mbi reformën në drejtësi. Oranews ka siguruar përgjigjet që Komisioni i Venecias informon Partinë Demokratike se më datën 2 dhe 3 nëntor, raporterët do të qëndrojnë në kryeqytetin shqiptar për të diskutuar me ekspertë demokrat mbi reformën. Është e rëndësishme për ne të kemi një dialog të drejtë për drejtë me ekspert nga Partia Demokratike. Me datën 2 dhe 3 nëntor, raporterët të Komisionit të Venecias do të vinë në Tiranë dhe presim me padurim të takojmë kolegët me këtë rast. Sesioni më i rëndësishëm do të jetë ai i dhjetorit, ku Komisioni i Venecias do të jap një draft opinionesh mbi atë çfarë do të diskutohet. Thuhet në letrën e sekretarit të Komisionit Thomas Merket, që i drejton Partisë Demokratike. Ndërkohë, Komisioni i Venecias paraditën e së shtunës është njohur me draftin e ekspertëve të nivelit të lartë të Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi. Drafti është prezantuar nga konstitucionalisti Kristaj Traj në sesionin e 104 të Komisionit. Një ditë më parë, kreu i Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj përmes një letre njoftoi se nuk do ishte i pranishëm në prezantimin e amendamenteve për të shmangur politizimin e çështjes. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta u nis sot për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në forumin parlamentar të inteligjencës dhe sigurisë i cili zhvillohet në Kongresin Amerikan me ftesë të kryetarit të Task Forces të Kongresit për terrorizmin dhe luftën jo konvencionale. Siç njofton këshilltari për mediat Emiliano Aleksi, gjatë kësaj vizite, kryetari i Kuvendit do të zhvillojë dhe një stër takimesh të tjera. Njoftimin për vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dha vet pak kohë më parë kryeparlamentari në përgjigje të interesit të medias për raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ecim më tej, sulmohet me gur ambasada shqiptare në Podgoricë. Sulmi ka ndodhur gjatë kohës që opozita po protestonte sot në mbrëmje në Shesh, duke kërkuar largimin e qeverisë. Në një postim të orëve të vona, ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka bërë një reagim për sulmin që i është bërë ambasadës shqiptare në Podgoricë gjatë protestave në këtë vend. Sulm i papranueshëm ndaj ambasadës tonë në Podgoricë nga protestuesit, shkrua në rrjetin social Twitter ministri Bushati. I kërkuam autoriteteve të garantojnë sigurinë e stafit tonë atje, shkruan ministri. Sipas tij, përkushtimi i Shqipërisë ndaj vlerave euro-atlantike është i palëkundur dhe nuk do të ndalet nga idetë e huliganëve që kërcënojnë avancimin e rajonit tonë, përfundon reagimi i ministrit të jashtëm. Ende nuk dihen rrethanat të cilat ka ndodhur ky sulm dhe nëse ai ka qenë apo jo i adresuar për ambasadën. Opozita në Mal të Zi prej disa ditësh po vjon me protesta për largimin e qeverisë. Ndalemi në Kosovë, pasor të gjata tensioni, përplasje dhe fyerje, Parlamenti i Kosovës ka zhvilluar një seancë të pazakontë në orët e para të mëngjesit të sotëm, jashtë sallës së seancave, ku të pranishëm ishin vetëm deputetët e shumicës. Por krerët e partive opozitare thanë se kjo ishte një seancë ilegale dhe se parlamenti ra. Gjatë gjithë pasdites dhe mbrëmjes së djeshme, deputetët e opozitës penguan punimet normale të parlamentit duke hedhur disa herë gaz lotësjellës në sallë. Ndërkohë, jashtë ndërtesës së parlamentit, mbështetës të opozitës u përleshën me policinë. Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar mbledhje në një ambient të pazakont për mbajtjen e seancave ku nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e opozitës. Pas tensionit që zgjati disa orë me radhë, kryeparlamentari Veseli mblodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm deputetët e shumicës në një tjetër sallë ku u miratuan edhe ligjet e rendit të ditës. Drejtuesit e partive opozitare e cilësuan të paligjshme seancën e mbajtur nga partitë në pushtet, duke u shprehur se parlamenti ka rënë. Mënyra si kanë vepruar tregon që parlamenti përfundoi, pra tash ka filluar një etapë e re, është konsultave ndërpartijake, kuptohet në për hapësirat ndryshme. Pra këta mund me shku dhe në ndonjë kafeteri në qytet, por parlamenti seanca pra përfundoi. Kjo nuk është seancë, kjo është takim ilegal i strukturave partijake të këtij pushteti uzurpues dhe garician. Vendimi për ta mbajtur në një sallë tjetër mbledhjen e parlamentit erdhi pasi deputetët e lëvizjes vetvendosi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën përdorën sërish gazin lotësjellës duke e bërë të pamundur zhvillimin e seancës. Përveç gazit lotësjellës, deputetët qelluan me shishe uji pjesëtarët e qeverisë.
Situata e tensionuar ka qenë edhe para ndërtesës së parlamentit ku protestuan 10 mbështetës të opozitës që qulluan me gur dhe shishe me benzin, ndërsa policia përdori gazin lotësiellës. Pas mbylljes së seancës, ambasadori amerikan Greg Delaway përmes një postimi në Twitter tha se gazi lotësiellës dhe dhuna nuk kanë vend në sallën e parlamentit. Veprime të tilla rrezikojnë të ardhmen e Kosovës. Opozita ka paralajmëruar se nuk do të lejojë seancat e parlamentit derisa qeveria të anullojë marrëveshjet e firmosura me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e dënoi dhunën e mbrëmjes së të premtes në seancën e Kuvendit Kosovës, ndërsa ftoi opozitën t'i kthehet Kuvendit sepse askush nuk mund të ndalë punën e tij. Por opozita është shprehur e vendosur se nuk ka ndërmend të lejojë zhvillimin normal të seancave. Një ditë pas fortunës brenda në Kuvend dhe jashtë tij, palët politike në Kosovë ndodhen sërish në pikën zero. Opozita zotohet për vijim protestave deri në tërheqjen e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel me palën serbe, kurse qeveria thotë se askush nuk mund të ndalojë punën e saj dhe të institucionit më të lartë, parlamentit. Kryeministri Isa Mustafa i bëri thirrje lëvizjes vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën të kthehen në Kuvend konform ligjeve dhe rregullores, duke nënvizuar se agenda e kabinetit të tij është anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Kemi përcaktuar poshtë dhe objektivat të anëtarësimit tonë në të Bashkimit Evropian, sepse konsiderojmë se qytetari i Kosovës është qytetar evropian, që nuk mund të jetë izoluar më tutje, sepse izolimi i tij ndikon në regjimin vizave dhe regjimeve tjera, në kupton se nuk do të jetë i barabartë në rritjen e detyrimeve, nuk do të jetë i barabartë në fushën e biznesit dhe në fushën e ekonomisë. Por kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Isa Mustafas. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri e konsideroi një fitore të opozitës bllokimin e parlamentit, kurse paraardhësi Albin Kurti tha se nuk mund të ketë edhe Republik edhe Zajednic. Mbrëm për 9 orë rresht ka zgjatur protesta e opozitës së bashkuar brenda sallës së Kuvendit dhe jashtë saj. Dhe kjo protestë në fund rezultoi me një fitore të opozitës së bashkuar. Në Kosovë nuk mund të ndërtohet edhe Republika edhe Zajednica. Prandaj Zajednica do të bjerë ose do të bjerë edhe Zajednica edhe qeveria. Nuk ka zgjidhje tjetër. Liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit përshqyrtojnë mundësinë për krijimin e një misioni për kontrollin në kufirin e Greqisë me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Pritet që ky operacion i ri i Agjencisë së Kufirit të Bashkimit Evropian Frontex të miratohet në takimin e nesërm të liderëve të Bashkimit Evropian që do të mbahet në Bruksel dhe ku të pranishëm do të jenë edhe krerët e qeverive të Ballkanit Perëndimor. Të dielën mbahet samiti i jashtëzakonshëm i liderëve europian, thirrur nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker për të biseduar mbi krizën e rëndë të refugjatëve që ka pushtuar vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një deklaratë të publikuar të mërkurën, Komisioni tha se Juncker ka ftuar krerët e shteteve të Austrisë, Bullgarisë, Kroacisë, Maqedonisë, Greqisë, Hungarisë, Gjermanisë, Rumanisë, Serbisë dhe Slovenisë. Në një propozim deklaratë, thuhet se liderët europian dhe ata ballkanik përshqyrtojnë mundësinë e krijimit të një misioni të ri për kontrollin e kufirit të Greqisë me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Sipas agjencisë DPA, operacioni i ri i Agjencisë Kufirit të Bashkimit Evropian Frontex do të fokusohet në kontrollin e dalje dhe regjistrimin e refugjatëve dhe migrantëve, të cilët ende nuk janë regjistruar në Greqi. Mini samiti vjen në kohën kur mira klandestin të ardhur kryesisht nga Siria dhe Afganistani kanë mbetur të bllokuar në kufit ballkanik, teksa kërkojnë të arrijnë Gjermaninë apo vende skandinave. Temperaturat e ulta, shirat dhe kushtet e mjerueshme kanë ngritur alarmin se situata mund të përkeqësohet, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit. Në samitin e 25 tetorit marrin pjesë gjithashtu Zyra e Azilit Evropian dhe Frontex. Disa qytete të Gjermanisë janë pushtuar sot nga protestat pro dhe kundër pranimit të emigrantëve, ndërsa gjatë një vizite në një kamp për refugjatësh, ministri i Brendshëm gjerman deklaroi se ligji i ri për emigracionin e bën të qartë që kush nuk përfiton azil kthehet në vendin e tij. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière ka vizituar një qendër strehimi të emigrantëve në afërsi të qytetit të Mynjut, ku përpoq të qetësonte debatin në lidhje me zonat ashtu quajtura tranziti, ose vendet ku emigrantët presin para se të kalojnë kufirin gjatë udhëtimit të tyre drejt perëndimit të Europës. De Maizière këmbguli se zonat tranzit për emigrantët më me pak shanse për të përfituar azil nuk do të kthehen në qendra paraburgimi dhe nuk do të ketë dënime me heqje lirie për ta.
Aber europaweit ausgeschrieben wahrscheinlich. Ne? Nuk do të ketë kampe burgimi dhe veçanërisht para burgimi për klandestinët, tha ai për gazetarët. De Maizière mbrojti ndryshimet në ligjin për azil në Gjermani, i cili hyri në fuqi të shtunën. Ai tha se ka vetëm 2 alternativa, ose qëndrim në Gjermani nëse fiton të drejtën e azilit, ose kthim në vendin e origjinës në rast të kundërt. Hafteinrichtung für Tausende von Menschen, was da behauptet worden ist. Sa ka Gjermania është pushtuar nga protestat pro dhe kundër emigrantëve. Qindra njerëz kanë mbushur rrugët e Kölnit duke protestuar në mbështetje të klandestinëve një ditë para protestës kundër tyre. Ata mbanin flamuj dhe pankarta me mbishkrime "Stop deportimit, hapni kufit". Nesër pritet që Kölni të pushtohet nga mbështetësit e krahut të djathtë të quajtur Hogesa, të cilët janë kundër komuniteteve të huaja në Gjermani. Tenderi i koncesionit për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit pritet të shpallet në nëntor. Afati për shpalljen e kompanisë fituese ishte 15 tetori, por kompanitë konkurruese i kërkuan ministrit të transporteve Edmondo Agjinasto më shumë kohë. Tenderi për dhënien me koncesion për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit është shtyrë. Kompanitë konkurruese kanë kërkuar Ministrisë së Transporteve shtyrit e afatit përtej datës 15 tetor, kur ishte parashikuar shpallja e fituesit. Një kërkesë normale procedurale, nga nëse kërkohet një shtyrje nga ana kompanive pjesëmarrëse, kjo gjë realizohet dhe këtë kemi bërë, kemi shtyrë me 2 javë hapjen e ofertave për rrugën e Kombit. Për të parandaluar rrëshitjet e dherave në aksin nacional Tiranë-Elbasan në fshatin Ib, Ministri i Transporteve Agjinasto tha se kompania po kryen investim për të zgjidhur situatën. Është e turshme të thuhet, po është vetëm 11 kilometra larg Tiranës ku ndodhin këto rrëshitje. Normalisht ky territor duhet të ishte shumë mirë i studiuar dhe i njohur dhe i inkorporuar në projektin e veprës. Besoj që kompania tashmë është vendosur dhe fokusuar në realizimin e zgjidhjeve teknike për këto rrëshitje, që është detyrimi i kompanisë. Rrëshitja e dherave në zonën e Ibës ka qenë një problematik në vimësi gjatë viteve të fundit, duke sjellë dëmtime të 10 shtëpive dhe bizneseve. Pas shqetësimeve të banorëve dhe drejtuesve të automjeteve se rruga nacionale Tiranë-Droq-Plepa është amortizuar, Ora News mësoi se autoriteti rrugor shqiptar ka një projekt për këtë aks të rëndësishëm rrugor, por problemi qëndron tek mungesa e fondeve, afro 5.2 miliard lekë që nevojiten për ta rindërtuar atë. Autoriteti rrugor shqiptar ka një projekt për të rindërtuar aksin nacional Tiranë-Droq-Plepa, por ndërhyrjet nuk janë bërë për shkak të mungesës së fondeve në buxhet. Kostoja e projektit është 5.2 miliard lekë për të rregulluar rrugën. Për shkak të mungesës së fondeve, banorët rrezikojnë që edhe në 2016 të kenë të njëjtin kalvar mundimesh, pasi ARSH nuk është në gjendje të garantojë që vitin e ardhshëm do të ketë mundësi të ndërhyjë. Vlera kostoja e ndërtimit të kësaj rruge me projektin që ka autoriteti rrugor shqiptar ka vlerën e 5.2 miliard lekësh. Problemi kryesor është problemi i financimit. Sigurisht që ne e kemi në vëmendje dhe në planin ton për të ndërhyrë në këtë rrugë, por ka qenë gjithmonë pamundësia e buxhetit për ta planifikuar dhe për të filluar këtë projekt. Kjo do të varet nga buxheti që autoriteti rrugor shqiptar do të ketë për vitin 2016. Drejtori i autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika pranon se rruga është në këtë gjendje amortizimi për shkak të fluksit autometeve, kryesisht të atyre me tonazh të rënd dhe të ndërhyrjeve të pjesshme që kanë ndodhur në të, ose siç thon banorët, të armimeve sporadike. Është e vërtetë që rruga ka një fluks të konsiderueshëm të mjeteve dhe si pasojë ka dhe një amortizim të saj, pasi është një rrugë e vjetër dhe her pas here janë bërë vetëm ndërhyrje pjesore, por që nuk e kanë risjellë të rrugë në standardin e duhur. Sipas dëshmive të banorëve, ka të paktën 7 vjet që në këtë aks nuk ka pasur as investim dhe as riparime të pjesshme. Nëse do të alokoj fondi prej 5.2 miliard lekë, rruga do të arrinte standarde bashkëkohore sipas projektit me 7 lote, asfaltim, bankina, ndriçim dhe trotuare në zonat e banuara. Për momentin projekti do të mbetet vetëm në letër dhe qytetarët do të vazhdojnë të kërcejnë vallen e Priftit nga Belaja nëpër gropa dhe çarjet e rrugës.
Në ndryshimet e statutit Partisë Socialiste, pritet që të përcaktohet mosmbajtja e zgjedhjeve për kryetarin e partisë në rast sa i fiton zgjedhjet parlamentare. Deputeti Bashkim Fino, antari i grupit punës, thotë se ndërhyrjet pritet të konsultohen së shpejti me baza. Partia Socialiste pritet të sankcionojë në statut rikonfirmimin e mandatit të kryetarit të partisë në rast të fitimit të zgjedhjeve parlamentare. Deputeti Bashkim Fino, një herësh antar i grupit të punës për ndryshimet në statut, thot në një intervistë për Ora News se statuti i ri pritet të japë fund edhe debatit të hapur për mosmbajtjen e zgjedhjeve në parti në kushtet kur mandati zyrtar i Edi Ramës ka mbaruar, por ai u zgjodh kryeministër. Kjo është e lidhur në fundit me statutin që kemi ne sot. Ne sot statut kemi një nen ku thotë që kryetari i Partisë Socialiste kur nuk fiton zgjedhjet automatikisht jep dorëheqjen. Pse kur i fiton në zgjedhjet mos e jep mundësinë që ai të vazhdojë kryetari i partisë? Fino thotë se brenda pak kohësh statuti do të konsultohet me bazën e partisë por t'u dërguar më tej Asamblesë Kombëtare dhe për t'u finalizuar në Kongresin e janarit. Ne ndërkohë kemi mbledh mendime, sugjerime, kemi bërë 2 mbledhje, jemi duke trajtuar dhe do ta përshtatim statutin e partisë mbi bazën e këtij organizimi të ri të reformës territoriale. Natyrisht një draft të parë ne do ta kemi shumë shpejt që do t'i shpihem për mendim dhe sugjerim edhe e strukturave të partisë poshtë në bazë. Vendimi për ndryshimet në statut u morë në mbledhjen e fundit të Asamblesë Kombëtare si nevojë e përshtatjes së strukturave me ndarjen e re territoriale të Shqipërisë. Kongresi i Partisë Socialiste do të mbahet në muajin janar. Propozimi i koordinatorit Koço Kogdhima nuk ka gjetur mbështetje, duke sjellë kështu mos ndryshimin e agjendës së përcaktuar nga Asambleja. Vetë Kogdhima i konsideroi thashë me zërat sa i ka kërkuar shtyrje, ndërsa kryesocialisti Edi Rama nuk bëri asnjë koment pas takimit që pati një ditë më parë me 6 koordinatorë të zgjedhjeve. Partia Socialiste do të mbajë kongresin zgjedhor në janar, sikurse ishte parashikuar në vendimin e Asamblesë Kombëtare në Korrik. Pas një jave debatesh në distancë që shkaktoi propozimi i deputetit Koço Kogdhima për të shtyrë zhvillimin e kongresit, takimi prej afro 3 orësh i kryesocialistit Edi Rama me koordinatorët ka shërbyer për të rikonfirmuar vendimin e Asamblesë dhe për të mos ndryshuar agjendën. Vetë kryetari i Partisë Socialiste u largua nga takimi pa bërë komente për gazetarët. Ka interes publiku. Ndërsa koordinatori i Jugut, Koço Kogdhima, i konsideroi thashë theme zërat sa i ka kërkuar shtyrje të kongresit. U vendos diçka për kongresin, kur do të mbahet? 6 koordinatorë të grupit të punës në Partinë Socialiste për koordinimin dhe organizimin e zgjedhjeve të 2017-s kanë raportuar përpara kryetarit Edi Rama dhe kreu të grupit parlamentar Gramos Sëruçi për punën e deritanishme në bazë. Uragani Patricia ka humbur fuqinë disa orë pasi ka goditur pjesën perëndimore të Meksikës ku solli era shkatëruese dhe rreshje masive shiu. Sipas raportimeve të para nuk ka patur dëme të mëdha, por pritet një val përmbytjesh. Kjo ishte stuhia më e fuqishme regjistruar ndonjëherë në kontinentin e Amerikës. Uragani Patricia, i konsideruar një nga stuhit më të forta të shekullit, goditi brigjet e Meksikës dhe rrezikon të shkaktojë dëme katastrofike. Skuadrat e emergjencës kanë filluar evakuimin e mira banorëve nga shtëpitë e tyre dhe nga resortet bregdetare. Me një shpejtësi prej 266 km/h, uragani kategorisë 5 ka ngritur alarmin në pjesën perëndimore të Meksikës, duke përfshirë dhe atë që cilësohet si qyteti i resorteve, Puerto Vallartën. Sipas zëdhënëses për shtyp të shërbimit meteorologjik meksikan, uragani Patricia ka goditur zonën e Punta Perulas, mes Puerto Vallartës dhe portit më të madh të mallrave Manzanillo. Ekspertët amerikanë theksuan se Patricia është uragani më i fortë i regjistruar deri më tani në hemisferën perëndimore, ndërsa organizata ndërkombëtare e meteorologjisë e krahasoi me tajfunin Haiyan, i cili u mori jetën 7300 personave në ishujt filipine gjatë vitit 2013. Presidenti i Meksikës, Enrique Pena Nieto, deklaroi se është e vështirë të parashikohet se sa i madh do të jetë niveli i dëmeve që mund të shkaktojë ky uragan, ndërkohë që zyrtarët amerikanë dhe meksikanë shprehen se pritet që dëmet të jenë katastrofike. Robert Ramirez, kreu Agjencisë Federale të Ujit në Meksik, pohoi se fuqia e Patricias është aq e madhe sa mund të mbërrijë nga gjiri i Meksikës deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë,
Qendra kombëtare uraganëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaroi se Patricia do të fillojë të humbas fuqinë në momentin kur do të godas zonën malore në perëndim të Meksikës. Uragani më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në botë është cikloni Tip, i cili goditi Japoninë në vitin 1979. Nga nesër, akrepat e orës do të shkojnë 60 minuta pas. E diela e fundit e muajit tetor shënon ndërrimin e akrepave të orës dhe zhvendosin e tyre 60 minuta mbrapa. Ndryshimi i orës do të ndodhë në orën 3 të mëngjesit të së dielës, ku akrepa do të kthehen një orë pas, duke shënuar orën 2. Ndryshimi i orës u përgjithsua në Europë në vitin 1974 pas krizës së parë të naftës dhe ku disa vende vendosën të çojnë përpara orën në mënyrë që të shfrytëzonin më shumë dritën e diellit dhe të konsumonin më pak energji elektrike. Flasim tani për sport. Java e 8 e kategorisë superiore do të ketë si kryefjalë supersfidën mes Partizani dhe Skënderbeu. Tirana do të përballet me Vllaznin, ndërsa Laçi do të sfidojë Teutën. Partizani dhe Skënderbeu do të ndezin javën e 8 të kategorisë superiore. Dy skuadrat kryesuese do të përballen në Qemal Stafa për të dhënë sinjalin e parë se kush nga këto dy ekipe është më e kredituar drejt titullit kampion. Të kushte kanë pasur mundësinë ta përgatisin gjatë gjithë javës këtë sfidë, në ndryshim nga koçarët që ishin të impenjuar në Ligën e Europës. Trajneri Starova ka rekuperuar Sebino Plakun dhe pritet që Tirana si t'i bashkohet Xhevair Sukaj në sulm. Ndërkohë që në krahun tjetër trajneri Josa ka të freskët Radas dhe Ola Inkën, që nuk zbritën në fushë ndaj Sportingut. Po ashtu edhe kapiteni Shkëmbi u aktivizua vetëm 25 minuta, ndërsa edhe goleadori Salii luajti shumë pak për shkak se u ndëshkua me kartonin e kuq që në pjesën e parë. Pra duke se një pjesë të skuadrës tekniku i kampionëve të Shqipërisë e ka plotësisht të gatshme. Një super sfidë që mund të jetë guri i parë i themelit drejt një rruge të gjatë, ose në të kundërt mund të mos i lëviz pozitat në klasifikim, duke qenë se barazimi është krejtësisht i mundshëm. Tirana për herë të parë pa shkëlqim mushën këtë sezon do të zbresë në fushë kundër Vllaznisë, në stadiumin e qytetit të Pukës. Bardhë blu do të drejtohen në këtë sfidë nga dy ndihmës trajnerët Emanuel Ekbo dhe Ivan Gvozdenović. Elis Bakaj do të jetë sërish pika referuese në repartin avancuar, ku do të ketë edhe mbështetjen e Fukujt, por nuk përjashtohet as aktivizimi i brazilianit Gilberto, i cili rigjeti golin në Kupën e Shqipërisë ndaj Kastriotit, ndërsa shkodranët pas fitores ndaj Tërbunit do të synojnë të ruajnë të njëjtin hap edhe ndaj kryeqytetësve. Flamurtari do të presë Bylisin. Pavarësisht problemeve në lidhje me vonesën e pagave, vlonjatët nisën të favorizuar në këtë takim. Kuksi do të përballet në Zeqiri Meri me Tërbunin. Po ashtu si në rastin e Flamurtarit edhe në këtë takim, vendasit nisen me një marsh më shumë, ndërkohë që mjaft interesante pritet të jetë përballje ditës së hënë mes Laçit dhe Teutës.